Po? Faleminderit. Faleminderit. Me siguri do t'jetë një udhëtim i mrekullueshëm. Është era e parë që këtë rrugë e bëj me det. Po? Sazani u nis. Jo, nuk pranova. Nuk pranova se ju e dini, dy mendime të kundërta nuk mund të udhtojnë në të njëjtën rrugë. Sazan? Babi! Babi! Atëherë, çfarë mendimi keni ju që merreni direkt me kultivimin e saj? Midhja e liçenit ton është nga speciet më të mira. Babi! Kultivimi i saj në baza të drejta shkencore do të jetë pikësynimi ynë kryesor. Shfrytëzimi racional i kësaj pasurie është me rëndësi të madhe për ekonominë tonë. Rezultatet e deri tanishme në sektorin ton kanë qenë të kënaqshme. Ndërsa unë mendoj që kjo specie e mieljes tashmë e zhdukur nga liçeni ynë nuk është e përshtatshme për këto ujëra. Nuk duhet harrojmë që devijimi i lumit të Bistricës
nga derdhja në këtë liçen ka krijuar disa anomali serioze. Përkundrazi, Po ky, cili është? largimi i ujrave të Ilo Bishrit Pinci, kundërshtari im krijon kushte teorik. të përshtatshme për rritjen e mirjes në këtë liç. Sa me pasion flis ka ky more Ilo, ha? Dele në Flak bashkë kashte. tutje e këtyre ujrave në liç. Do të na mbush mendjen që farën e midhjes e kemi në vend. Një mediokritet e dashur. Për jetën normale. Ky është nga ata shkencëtar provincial që bëjnë ndonjë gjë të vogël dhe këtu në kryeqytet e shesin për shkencë të madhe. Po ky do të paraqes kontest për një simpozium ndërkombëtar? As nuk e llogaris fare. Mund të sigurohen vetëm në Përfitoro Luiz. Në buletini shkencor të simpoziumit, faqja e parë. Me gërma të mëdha, Albania. Po. Në krye, fotografia. Po, ne tani Poshtë, punojmë një Pinci Ilo. Kontestën duhet ta lexosh vetë. Kjo s'ka rëndësi. Kryesorja janë veprat. përshtatshëm. Qëllimi im në jetë është që mendimet shkencore të kapërcejnë kontinentet. Geniale. Prandaj, kotum kohën dhe mundin për t'i arritur Merë. në qëllimin. Faleminderit. Unë them që kërkesat shkencore, jo Gjoja në interesa me këtij shkencore. bilanci në këtë liçen. Kryesorja është se së shpejti zhvillohet një simpozium ndërkombëtar. Të E përshtatshëm Shaku Ilo pretendon se vetëm kumtesa e tij meriton të lexohet atje. dhe këto anomali Me këtë rast ai ngul këmbë që farën e midhjeve ne duhet ta blejmë jashtë shtetit. Ai ka parë midhjet tona ky specialist i famshëm? Nesër vjen në qytetin tonë. Me siguri për të parë impiantet. Jo, për të zhvilluar një simultane shahu. Si që nga shahist? Po, një nga mjeshtrat tanë. ja provinca. Do ta mposht me 2 oficer, 2 kuaj dhe 8 ushtar. Dhe me ty o mbretëresha ime. Au. Eci, më shpejt. Ashtë shumë mirë. Ec, përpara. Shoku kopi. Shoku kopi. Dëgjoj. Kujdes porosim. Tret notë. Po unë nisu po them, si urdhër. Hajde Dima. Po jo antë, po këtë. Shiko. Nga ana tjetër. Çoj. Ashtu shumë mirë. E pat dhe turizmi bëri përshtypje reklama. Shoku kopi. Kur vjen shahisti? Sipas telegramit duhet vi sot. Luiza, tek ashensore. Pa. Pse? Me ashensor më përzihet. Ke, mos ta hapa pas e tjera. Hajde. Më falni, keni ashensorin? Po. Harruam fare. Faleminderit. Oh, Ilo, mos u mërzit e dashur, erdha tani. Më falni, shoqe. Unë pres një telegram urgjent nga Tirana. Po, Ju lutem më njoftoni më njëherë. patjetër. Faleminderit. Ju lutem. po çu bëre more Ilo? Për telegramin e simpoziumit. Po këtë çfarë? Defekt më duket. Ej! Ua, valigjet. Keni gjë shoku Ilo? Po. A erdhi telegrami? Telegrami? Po ju tani sapo më that. Mos u çudit. Ai në çast mund të vijë. Oh, Ilo.
Erdhi? Erdhi. Erdhi. Përsëri ke ikon nga puna, vjen. Përsëri bret për punë private. Jo, shoku kopi. Për ku e kishe këtë vrapë? Shiko si është puna. Po unë e di. Po ti do të më vdesësh mua. Po ç'është ai llaf shoku kopi. Nisu sa më shpejt largo. Si urdhon, si urdhon. Më këtë ti. Ha më shoku kopi. Largo, nuk duhet të kikim het. Si urdhon. Shoku kopi, pa mua më jep. Të të sasin. Ore Kopi, ku ishe mor nga hume? Ore celebrimin e ke bërë me shahun apo me mua? Po ja, vizitë në shajistin në klubi për... Mek, mos më bëj mua. Disa herë kam kapur ma. Pse nuk erdhe sot për drejt në shtëpi, e? Por ose i të pak të një marove? Po ja, tërë ditën në blede, shiko, këtu kemi dhe programin. Ja, po, simultane? Ja, përveç simultanes, është dhe vizita e shajistit në shtëpinë e përgjesit të shallët, shokut Kopi Kulari. Se? Vizit? Në shtëpinë tonë? Po. Në asnjë mënyrë. Pa na vika shahisti në shtëpinë tonë për vizitë. Ja t'rregojmë. Dëgjoj, se mos ma sjell shahisti në shtëpi, se do ta flak si gursha. Merr vesh. Po ja mërko ke cukun. Le të vi që sot të punoj. Po cuku është i zëm. S'mund të gatrojt në punë private. Ç'punë private, ore Kopi? Në shtëpinë tënde do të punoj? Po aq më keq, shfrytëzimi postit. Atëherë do bëhet si them unë. Ti urdhron në shah, në shtëpi urdhroj unë. Që sot të pres. Do të lustrosh biblioteken, bufen, 3 koltuk dhe makinën qepse. Qartë? Qartë. Ky është urdhër. Cuk, Programi si t'ja bëj? si të pëlcasin. Oh, shoku Kopi. Oh. Shoku Kopi. Shoku Kopi. Shoku Kopi. Cuk, më lera atë për kokën tënde? Fotografitë e simultanes gati? Gati. Mi sill pak këtë. Shoku Kopi, era që do them se Asgjë mos më thuaj. S'dua ta dëgjoj zërin. Cuk, fotografi çaj në klub. U bosh këtë çezma. Aty shokët presin shajistin. Shoku Kopi. Shoku Kopi. Shoku Kopi. Pa. As këtu nuk është. Po sigur të mos vi. E pa mundur, ka dërguar telegram. Basa pa vonohet. Po sigur të ketë kaluar. S'ka mëse. Unë i kam kontrolluar të gjitha veturat. Po të vi me kamion. Nuk është e mundur. Goxha shahist, specialisti i midhjes dhe i peshkut, me kamion? Po ti nuk e nje? Si ore nuk e njoh. Ja ku e kam fotografin. E kam marrë nga Gazeta Sporti. Pastaj e njihet, vishet gjithmonë me kuadrate. Ore, mirë që ma kujtove. A është e vërtet se i pëlqejnë të gjitha gjërat me kuadrate si tabel shahu? Është e vërtet. Bile mund them që edhe pllakat e dyshemesi ka bardhëzi. Edhe pijamat i ka me kuadrate. Bile kur i hakur i zi i thot shoqes, më kruaj pak në C6. Erdhi? Shoku Kopi! Shoku Kopi! Ej! Shoku Kopi! Shoku Kopi, e më fol. Shahisti erdhi. Erdhi? Po kur erdhi, po? Ka 2 orë. Po ky do të më vdes muaj. Po dhe tani më thua. Po ju s'më la të flisë, Shoku Kopi. Shpejtoni shok. Po, hajde muri biçikletën tënde. Ik. Ai ka çutan ik.
shoku Kopi, po ju pres në turizëm. Në plash, veuni! Në plash! Dima! Shokuino! Oh, Shokuino! Oh, Shokuino! Shokuino! Oh, Shokuino! Oh, Shokuino! Mendoj t'i bëj një surprizë. Ta takojmë në ditë. Shumë mirë. Pas me Dima. Në barë! Hajde, çoj. Kujdes, hajde. Jema, hajde shpirë. Shiko! Shokuilo! Misara! Kjo është e padrushme. Që tani të bësh hile ti. Mistrece. Të më mundësh me një ushtar tepër. I leqare. Hajde dhe një lojë tjetër. Hajde. Hajde. Po më vjen gjumë. Gjumë? S'ka gjumë. Vetëm shah. U do aty? Hajde. Mat. I leqare. Rudina? Rudina? Çfarë ke? Më shau babi. Pse? Bëra mat me të televizje. Shpirti mamit. Po ty mamit ka thënë sa herë. Mos e mund me një. Zgjate pak lojën. Po më vinte gjumi, mame. Mirë, të keqen mami ty. Fli gjumë tani, shpirti mamit.
Po ti çpate? Nervat e lojës. Ka një muaj që më rresh donat. Dje në shkollë mundi gjithë këshillin pedagogjik. Bile edhe vetë drejtorin. Rat fler. Po. Më falni, ku është klubi Shaut? Tek porti I vogël I varkave, aty përballë. Faleminderit. Ju lutem. Generat, se lozo. Gjer. Tu pas e lozo të çelin dot. Pedimi që më. Lero sta. Iki dorë. Po jo, më jo. Me filmar me radio. Show copy. Show copy. Vazhdon. Kujtis filin. Ke jenë gjatë. Luan edhe sha, ha? Bukur. Varianti Steinit. Një minutë. Shkenc! Po pasaj. Pastaj, Kalin në të tre. Shahiste e vërtet më show copy. Pa, të ble një akullore gjaci? Dua edhe akullore edhe çokoladë. Pa, sa zgjurë, edhe akullore edhe çokoladë. Po ka kujdin gjaj. Mirë, të ble një gjaci, edhe akullore, edhe çokoladë. Show copy, edhe akullore, edhe çokoladë. Shahisti. Kumër? Tek shkallët. Pa. Po ti do më vdesësh muaja. Misardët? Mi se u gjeni. Misardët. Faleminderit. Si jeni? Tu një tjetër. Tu një tjetër. Tim paska këto. Një minutë. Ashtu. Kjo është salla ku do zhvilloj simultanie. Bukur. Shumë bukur. Tepër origjinale. Një limonadë, ju lutem. Disa pjesëmarrës të simultanes. Gëzojmë. Tu e tjetër. Tjetër. Si jeni? Vazhdoni. Gëzuar. Kaq. Gëzuar. Ilo, sa e ke caktuar numrin për simultanen? 14. Do të shtosh edhe një për mua, 15. Mirë? Mirë. Gruaja. Urime. Faleminderit. Ndonjë nga ju a ka marrë pjesë në kampionatin kombëtar? Vetëm unë, 10. Ashtu? Se mbaj mend. Po, që vend keni zënë? Vend deri, më I miri. Oh. S'më kujtohet. Çfarë kategorie? Kategoria 7.
Mjeshtër. Shahist kategorie 7. Marangoz mjeshtër. Marangoz. Çfarë? Nuk besoni? Kam punuar tavolinën dhe fushat e shahut. Për këtë kam marrë dhe çmimin e parë në një konkurs. Prandaj ftuan Tiranë. Ja matë. Të lumë të Rodina. Riazi se ti tash i ri. Emër kampion. Si duket vetja. Re, mos i fuzin tu. Se krahun te me torrë këtu. Mirë. Re, ti. Mat. Shumë e bukur. Jede kampion qytetit. Hajde jepi dorën. Absolutisht. Jo, po mirë të merr. Het. Çka ndodhur? Pa, çfarë ka ndodhur sot? Amër çka ndodhur? E shikon këtë vajzën e vogël. Kjo sot mundi Sokolin, kampionin e qytetit. E pa mundur. Mos e beso, po do ta psosh dhe vet. Jo, Benjo. Se ky po ndodh keq, një tirën bilbilit e ndalon qarkullimin e figurave. Ky ka mbretin kundra vajtje. Aksident? Rudina! Çka ka ndodhur? E vogël, por gjëmën e bërit madhe. Rodina mundi në shah Sokolin. Kjo mund të konkurroj pa frikë në kampionatin kombëtar. Si vjetë, patjetër do dali kampion. Apo të vinit në qytetin ton, vizitën e parë do ta bënin të liçen. Njeriu përpiqet të vizitojë ato vende që si ka parë ndonjëherë. Dhe natyrisht, ato që kanë kuriozitet më shumë. Kurse për mua kuriozitetet më të mëdha janë ato të profesionit. Dëgjoj Sazan. Kur unë e kam studiuar liçenin, ti akoma i thonje det. Dhe në harë se dinje se ku binte. Ashtu është. Veç që nga jo kohë, në liçen kanë ndryshuar shumë gjëra. Parametrat e mi shkencor kanë diapazon 10 vjeçar. Kurse ne sot parametrat i kemi ditor. Me këtë rast do të bëni të mirë që edhe studimin tuaj ta krahasoni me konkluzionet tona, sidomos për nga vlerat ekonomike. Studimi im? Po ju e paci u prind seminar? Tëra jo bibliografi, 26 autor. Veç aty mungonte autori kryesor. Cili? Liçeni Putrendit. Ja ku është? Do të vini? Jo. Sazan! O, Sazan! Oh, me zjetë gjeta. Shoku Ilo, më falë një minutë. Si jeni? Ti besoj e di që këto ditë zhvillohet një simultane shahu me mjeshtrin Ilo. Po, e di. Neve na ka lindur një mendim. E di çfarë? Jo. Si përfaqësuese ndërmarrës son, tjetë edhe Rudina. Meti unë dakord jam. Vetëm se duhet biseduar edhe me Besën. Mirë. Shoqja drejtoresh. Jam e zëm. Është një problem me shumë rëndësi. Ky është më i rëndësishëm. Tu varet fati i ndërmarrjes. Provoje. Sjellë. Ka aciditet. Këtu varet fati i ndërmarrjes. Shoqja drejtoresh, po ka të bëjë dhe me familjen tuaj. Tani ma mbushe më. Jo, se në këtë rast familja dhe ndërmarrja janë një. Po more Selim, filloj me ndërmarrjen dhe mbylloj me familjen. Po ja më shoqja drejtoresh. Ne vjet në kampionatin lokal shallë zum vendin e fundit. Po. Kurse si vjet kemi menduar variant tjetër të dalim kampion. Ju lumt, shumë mire keni menduar. Shoqja drejtoresh. Po që të dalim kampion na duhet një person i familjes suaj. Cili? Rudina.
As ti vend bosh. Po ju atë fotografi mund gjel. Vendos këtë. Ashtu, shumë mirë. Vazhdo punën. Shokopi, e di si është puna? Po për simultanen e kam fjalën. Në gjithë faqet e kolonës fotografi. Shokopi, ne kemi menduar që të marrim dhe një pjesëmarrës tjetër nga ndërmarrja jonë. E pamundur. E pamundur. Shokopi. Po më dëgjoj deri në fund. Ne kemi menduar që të marrim atë Rudinën e vogël, vajzën e inxhinier Sazanit. Pastaj mirë që është. Hik moment. Mos fol pralla. Simultane me Çilimin. Ajo ka mundur kampion e qytetit o Shokopi. Po s'pas ka mundur kampion e botës? Shokopi, e di si është puna? Tani sa po kthem, Tani sa po kthem nga seksioni arsimit. E di. Shokopi. E di, si çuditesh, e di. Po kush ta tha? Kjo më tha. Emisioni prallave për fëmijë. Tregon gjyqja fëmijëve. Hik më. Legoni. Pa pas kanë qenë. O Shokopi. Po ne ishim dhe në seksion. Në seksion do të shkoj vit. Shkojmë. Erdhe tamam në kohë. Shoko shef. Ti jetë jetani? Si, një mirë? Mirë. Si jeti Gjan? Mirë. Kopi, mendoj që në simultane të marri pjesë edhe... Edhe Rodina. Pikërisht. Që mrekulli. Interesant çfarë koincidence. Po unë pikërisht për këtë punë erdha. Bukur. Shumë bukur. Përfaqësuese e brezit të ri. Kështu pra, vendosëm që Rodina të përfaqësoj shtëpinë e pionierit. Mos harroni që Rodinës t'i bëni një fotografi për simultanen. Po studimi i Sazanit, do të lexohet në simpozium? Çfarë? Studimi i tij në buletinet shkencore të Europës? Paradoksale. Qesharake mund të them. Unë interesohem thjesht nga një lloj kurioziteti. Një studim tepër i rëndësishëm për sektorin ton, me sa di unë u dorëzua. Sazani me siguri duhet ta ketë një kopje. Këtë si mund ta gjejmë? Ju duhet patjetër? Jo, more patjetër. Punë e madhe. Unë diskutimin tim e kam përfunduar. Ashtu? Bile dhe është përkthyer. Këtë e bëj thjesht për të ndihmuar ju, nuk e di jam kuptoni. Ju kuptoj. Tani më duhet të shkoj deri në një vend se diçka më kapi veshje sot në sektor. Me siguri që do të... Kujdes, ju lutem. Nuk dua që ta marr vesh Sazanin në asnjë mënyrë. Jo për ndonjë gjë, por këto janë probleme profesionale, të cilat ju këtu në provincë i mbani të fsheta. Si relike, sekret profesional. Mos u shqetësoni, shokuj. Gëzuar. Gëzuar. Ju presë në bibliotek. Do të vi. Mirupafshim. Mirupafshim. Shakuila, kur do të saktojmë ditën e simultanes? Do t'ju njoftoj. Ky më duket ka ardhur për pushime. Kurse unë dyshoj. Ai se ka mendjen as për pushime, as për simultane. Se çfarë? Se di... Vërtet pra, pse qëndron gjithmonë vetëm? S'pranon as bisedoja së rrimën e. Kush e di që i duket vetja? Po si mëre, mjeshtri madh. Ku po shkon tani? Këtë e gjen vetëm Cuku, shoku Kopi. Akulore! Akulore! Qa kërkon me Cuk? Më humbi një lekshë. Haj se po t'kjera në sot një akulore. Faleminderit. Shokuilo, gëzohem që po ju shoh. Faleminderit. Desha të qeras me një kafe. Jo, nuk kam kohë. Ju lutem, mos ma prishni. Nuk mundem, ju thash që nxitoj. Po ku po shkoni? Në bibliotek.
Shoku Kopi, një minutë. Në bibliotekë. Thashëm, a i studion, përgatitet. Kjo të regon se ka hyrë frika. Tamam, pa edhe ushimin e ha me literaturë. Bukur. Su, drejt në bibliotekë. Shiko çfarë libra lexon. Si urdhra. Pa. Ky do më vdesë mua. Ika. Po ku je mërgënjeshtar? Edhe ti mashtrus? E di si ma kelen shtëpin apo jo? Ja. Gjithë talash, më shmen njëra të t'kallu. Shoku Kopi më nisi me një detyrë. Kopi, urdhroj unë këtu. Hajde shpejt. Po shiko si është puna. Në shpit them, ma dina atin apo jo? Ja. T'ka folur Kopi në njëherë? Kur? Ashtu? Aq me mirë, pas meje. Ajo, para meje. Hajde. Shiko se unë... Zhvishu. Cuk? Mashtrus. Dhe ishte tikesh, he? A të thashtë të zhvishesh. Hajde iqë. Ashtu, nisu. Cuk, fillo punë. Sot nuk do largohesh deri në mesnat, po nuk ilustrove të gjitha. Mos të kemi fjalë tjera, e? Treqin e 4 në lutem. Urdhroni. Faleminderit. Cuku, mere pak telefonin se jam me zënë. Po si kur t'jetë Kopi. Ndryshoj e zërën që të mos njihesh. Alo. Urdhëroni? Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon? Alo? Kush jeni ju? Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi. Po ti do më vdesësh mua. Më falni, shoqe. Vëllimin e dytë të këtij libri e keni? Jo, ne nuk kemi asnjë libër shau. Ashtu? Si është e mundur? Ju jeni edhe qytet që shquheni për masivitetin e këtij sporti. Kemi porositur dhe na kanë premtuar se do të na i sjellin. Mos harroni të skedoni edhe premtimet. Ashtu? Taku? Më falni për vonesën, shoku Ilo. S'ka rëndësi, po librin. E gjeta. Një kopje kanë sjell këtu në repartin e libër lidhjes. Përgjithëse këtë repart është e fejuar ime, kështu që shkojmë. Ky është reparti. Mirë pra, po ju pres këtu. Taku, kjo është. Miropafshim. Taku, tu një tjeta e punë mbarë. Mbar paç. Kjo është për kopertinën. Shumë bukur. Më duhet nesër pa tjetër sepse ashtu e kam punë.
Nesër. Po, nesër... Të lutem shumë. Është tepër urgjente. Mirë, e janë nesër nga ora 10 atë. Faleminderit dhe mirupafshim. Mirupafshim. Taku. Mos ki merak. Mirupafshim. Shoku Ilo. Shumë mirë. Nesër në mëngjes duhet dorëzuar patjetër. Mos ki merak. Do lexoj gjithë natën. Ndoshta do ta gdhij. Mirë atëre. Unë po vit tek ju herët në mëngjes vetëm. Mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Më falni. Ilo. Në dhomën e shahisit pas ka dritë. Me sa duket po studion problemet e shahut. Me siguri ka hyrë frika. Mjafta se vajti vonë. Dëgjon? Ty po të them.
Sonte duhet ta mbaroj patjetër. Shkenca nuk ka orar. Fli. Fli. Taku. Shpejt, mblidhi shpejt. Urdhëroni. Faleminderit. Miropafshim. Ua, që na trembi gjitha ja ullërimi. E pra, unë kujtova se çfarë ishte. Jemi pa atë tani se u bëvon. Zgjoj kot nga gjumi. Me anën e shkëmbimit të kalit për fil, do me thënë, pas kësaj lëvizje dhe vendosjes kal në F6, shohim që Iziu me në kërcënim ushtarin qëndron në E4. Oh, Azizi! Hajde, Aziz, hajde! Irse erdhëm, Aziz, të shkuar! Shkuar, Aziz! Edhe hi prapa, shkuar, Aziz! Po ku hajde ove? Kam mësike. Të shkuar, Aziz. Faleminderit. Po pse vetëm njërën? Kjo tregon se nuk kemi përgatitje fizike. Kemi që bëjmë? Do kemi dhe aksidente. Duam cilësi, mendja e shëndosh, në trup të shëndosh. Këto janë plak të rritjes, Shokukopi. Aziz, po ti pse erdhe? Me këtë këmbë duhet regjim shtrati. Jo, do të los pa tjetër unë. Pa kok nuk luhet sha. Kurse pa kam del edhe kampion. O, kampioni ke! Ja do ta shikoni. Ja po thonë kampion. Do thonë kampion, ja shikoni. Mirë. Si dukemi me përgatitje teorike? Po përgjithsisht mirë më duken. Pa çfarë mirë? Të gjitha problemet I zgjidhëm. Kemi mbledhur dorë bosh. A kështu nuk vazhdo? Po çfarë do bëjmë? A e keni parë Shaistin? Asnjë moment nuk e heq librin nga dora. Kush e di ç'problema ka aty? Me siguri, matchet më të forta të botës. Unë them t'ja kërkojmë librin. E kot, është një lloj, sikur të falë tjetri armën përpara betejës. Po ti lutemi. Në kuadrin e simultanes për ngritjen profesionale. Dakord. Po kush do t'i thot? Shkoj unë. Sot kam shërbimin pranë turizmit. Mos duket si presion ushtarak. Le të vishet civil për ta zbutur. Përkundrazi. Atmosfera nuk duhet zbutur. Të mbetemi luftarak për para kundërshtarit. Sot dua librin pa tjetër. Në rregull, mirupafshim. Vazhdoni teorinë. Shumë bukur. Faleminderit. E keni për titullin shkencor? Jo, duhet e dhuroj sot një kolegu tim. Mirdita. Mirdita. Më falni që u shqetësoj. Shoku Nilo desha. Ja një minutë. Ilo. 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 Një djalë të kërkon. Më duket si ai që të kundërshtonte në televizor. Pa. Urdhëroni. Jo, faleminderit. Erdha t'ju sjell studimin tim. Ashtu? Po, me që ju s'keni mundësi që të vini në liqen,
Po ja u sjellun liqenin këtu në hotel. Urdhroni. Faleminderit. Miropafshim. Miropafshim. Studimi, liqeni, milja, shkenca! Dhoma 305. Faleminderit. Ilo, policia! Si? Shpejt. Shpejt. Visu. Mirëmëngjes. Urdhroni. Shoku Nilo Pinci desha. Këtu është, urdhroni. Tu një tjeta. Tu një tjeta. Ullën ju lutem. Faleminderit. Ne ju njohim. Kemi dëgjuar për ju. Më falni të njihemi. Arben Cala. Ilo Pinci. Specialist i peshkut dhe i midhjes. Shahist. Ka ardhur për simultanet. E dim. Ne kemi respekt. Unë prandaj erdha. Juve u takonte të vinit. Po, ky që u sjell të tjerëve shqetësime. Përkundrazi, shoku Ilo bëri shumë mirë. Si kështu? Të shqetësosh të tjerët, të dëmtosh. Nuk ishte ashtu. Ne këtu presim të ndeshemi. Rasti Ilos është i vetmi? Është hera e parë që ndodh në qytetin ton. Ne mezi e prisnim. Unë asgjë s'po kuptoj. S'kupton? Po kjo është më lehtë nga ato kombinacionet e shahut. Jezën mati dashur. Më falni, po unë s'po marr vesh. Po domosdoshmëri shok se të gjitha nga ky na vin. Mirë shahu, po s'na lëna zarare tani. Një minutë ashti se po na e bën lëmsh. Jo lëmshin e mlodhe ti. Tani shpërdridhe. Po na turprove mu, na solle këtu te policin. Më falni. E kuptoj që ju shqetësova, nuk duhet kisha ardhur. Jo, ju lutem uluni, juve bët shumë mirë që erdhët. Tani veproni sipas rregullores. Unë nuk kam ardhur si policisë, por thjesht si qytetar. Amator i shall dhe pjesëmarrës simultane. Po këtë e kupton? Jo, tani asus po marr vesh asgjë. Po çfarë të marrësh vesh ti? Fare thjesht. Unë kam ardhur t'ju kërkoj ndihmë. Të më jepni për disa ditë librin e shahut. Ju kërkoni libër shahu? Ja pra shok dhe libri herdi. Tani dhe 2 ditë na ndajnë nga simultania. Ta bëjmë natën ditë. Sakrifica shok për shahun e qytetit tonë. Ti zgjidhim këto skema teorike që shahisti nga kryeqyteti të mbetet me gojë hapur. Historire? Derire? Po ky libër nuk si ka shqip. Histori gazmore dhe anekdota për shahun. Mos u trishtoni shok. Më mirë për ne dhe më keq për shahistin. Ai le të lexojë anekdota. Lojrat tona do t'jenë tepër serioze. Qesh më mirë ai që qesh i fundit. Studimi fort. Theu një xham dhe një koncept tek ju. Teori bëjmë të gjithë i dashur tak, por praktika Praktika në liqen? Kjo është e vërtet. Tani edhe unë dua të vi në liqen, por ti e di që me Sazanin... Sazani ka disa ditë që punon në bibliotekë, nga mëngjesi në mbrëmje. Shumë mirë atëherë. Nesër. Si po ju duket praktika? Me nivelin e teorisë.
Ju bëft mirë, djema. Faleminderit. Urdhëroni inxhinier. E Sazan, mbaroj shkenca. Akoma jo. Kam merak për temperaturën e ujit edhe erdha ta shoh. Si shumë zakushizat, ë? Ashtu si inxhinier. Sot në liçena ka ardhur dhe një pulbardh. Ka ardhur një mik i ri. E cili kështu? Se kemi parë kur. Me të bardha me kapele si akullore që e veshur, po se cili qesë dim. Shoku Ilo i thriste taku kur ripën te varka. Ilo Pinci. Cili është ky? Është një snob, një nihilist, tani ran Grack. Armika? Jo. Ç'është ai motoskap? Sazani. Sazani? Në asnjë mënyrë s'duat më shoh. Ktheje shpejt, ktheje. Ashtu ku e gjeve tani? Shpejt taku, shpejt. Lëvizë në bandë, lëvizë. Mirë. Me mbar djema. Paçi inxhinier. Dove vuole viene dicendo che facci ci drejtë di jip. Sazan! Mat, shoku Ilo. Të uroj fitore. Faleminderit. Po edhe rremi e sukses. Beni, mos haro të më sjellësh të shkruar lojën më të bukur. Patjetër. Mere këtë është. Mos haro porosin. Mirë. Suksese që në babit. Faleminderit. Miropafshim. O, shumë bukur. Bukur, e? Shaisi do kënaqet pa mas. Patjetër që do kënaqet. Kopi, Urdhra. ja dhe listë. Këta janë njerëzit që i do ftosh sot për drejt. As ti shaist? As edhe një, vetëm fare fis edhe komshi. Ata që do t'i gjojnë emrat të zenë vende si pas numrave. Rakip Sena, Sanie Bali, Kasëm... Më duket këta gjithën komshit e kopit. Këtu e kisha, po do t'mi ngatruar. Kisha përgatitur dhe një fjalim. Mendoj se nuk ka nevojë për fjalime. Po kështu them dhe unë, s'ka hiç nevojë për fjalime. Atëre shok, pa fjalime. Simultanen e deklaroj të hapur. Shaistët të zenë vendet. Ju urojmë sukses. Faleminderit. Aziz Kaplani, Parkut automobilistik. Arben Sala, përfaqësues i policisë popullore. Cuk vrapje riparim shërbimeve komunale. Si jeni, shoku Ilo?
Astrid Koka, ndërmarrje peshkimit. Melo Rapi, punishtja e qilimave. Bardhyl Pepa, drejtori i shkollës 29 nëntor. Kopi! Kopi! Sokol Sako, inxhinier, kampion i qytetit. O, gëzohem. Gjithashtu. Qiriako Bulo, i ndërmarrjes bujësore. Tani do të ndeshemi në gambitin e damës. Selim Teku, i fabrikës së reçelnave. Met Qiftja, i sektorit të midhjeve. Rudina Leka, përfaqësuese e shtëpisë Pionierit. Edhe fëmijë? Në mënyrë simbolike, ne kemi zgjedhur jo vetëm më të fortët, por dhe një shpërndarje profesionesh, moshash. Me sa shoh keni harruar edhe kopshtet. Është e talentuar, po ju paralajmëroj. Mua? Po kjo ç'është? Midhja, mbretërisha e liçinit ton. Kopi! Kopi u turpërua. Korniza me gjithë perden urzua. Rakin akoma se kemi bler, urgjentisht dua cukun. Po cuku është loj. Letu mundet sa më shpejt. Mirë, moj mirë. Largoni, largoni. Cuk, kemi një punë shumë urgjente. Bëj një lëvizje kot të zjesh mat. Po unë po luaj shashu o Kopi. Pa, man më rëcuk, po unë po luaj mendsh për rëcuk. Perdja me shtrëzua, rakin se kemi bler akoma. Me sa firë do më vinë, të lutem shumë. Po, nuk e bëj. Tonë ti po rëcuk, o skupton, të lutem shumë. Cuk? Ta shti po, dakord. Groja ime. Gëzohem shumë. Gjithashtu. Kujdes mbretëreshën. Bëj një lëvizje kot. Këtu je matë. Shumë mirë. Jo. Këtë e ka mik. Do t'ja fal këtë herë, sepse edhe ky është mjeshtër. Marangos. Cuk, po të pres. Dëgjoj Cuk, sa të virada e lëvizjes tënde ke kohë 17 minuta. Asnjë sekondë më tepër. Shko në shtëpi dhe je. Je në cajtnot, hej.
Mat. 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 Kujtis filin në K4. Mat. Mat. Bo. Sa diagonalin e filit. Bëjë rekatën pak. Ju lutem një karrike. Karrike. Nuk e di ta lokalin ose tre parë. Po të bëni kështu. Ku jeni këtu? Ti u birand. Shoqa Besa. Misardët. Urdhron. Rudina, më falni, po kjo është foshnjë, si mund të ri pa ngrënë? Mos të shqetësoni. Ajo ka ngrënë. Ashtu? Bile sot qenë ka me oreks shumë të mirë. Po çfarë ka ngrënë? Po ja, pak janë. Mos bëni shaka, ju lutem. Rudina, e ja tash pak shpirti mamit, pastaj vazhdo. Hajde. Më falni, shoqe. Nuk mund ta merrni pa mbaruar lojën. Këto janë rregulla? Mirë. Ulu. Urdhroni. Faleminderit. S'kemi rrugë tjetër. Remi. Urime. Hajde urime. Faleminderit. Rudina, na haje gjani mamit. Hë pra? Ju lutem, shoqe. S'është nevoja ti tregoni se çfarë duhet haj. Le ta gjej vet. E hengri për nder. Një gotu, ju lutem. Saj po i vjen gjumë. Duhet të pushoj. Edhe ju shoku i lodhët. Kërkoj që loja të shtyhet.
Po. Erdhe tamam në kohë. Sa po mbarova. Si përfundoj? 12 të mundën. Unë me Sokolin remi. Ndërsa loja me Rudin nuk azhornua. Ashtu? Ja loja. Interesant. Po ju nuk përshkoni në shtëpi? Jo, jam shumë kurios të di se si do të përfundoj kjo lojë. Pastaj dua dhe të shlodhem. Miru pafshim. Miru pafshim edhe faleminderit. Ha, Mërkopi, po si nuk erdhi ky shahisti? Shahisti nuk vjen. Pse? E kanë quar në polici. Hyrë. Shoku shef, ky qytetar ka kaluar shenjat e caktuara të lundrimit me varg. Arsyet që parashtron janë të habitshme. Në varg diçka shkruante. Ashtu? Po. Mund të shkoni. Uluni. Si jeni? Mirë. Po ju? Keq. Shumë keq. Në pozicion mjaft të vështirë. Si quheni? Ilo Pinci. Ilo Pinci? Specialisti peshku dhe i midhjeve? Shahisti? Nga e dini ju këtë? Si shkoj simultania? Më duket patë dhe një azhornim. Edhe për këtë jeni ndjeni? Jo vetëm kaq, po ne tim edhe pozicionin përfundimtar të figurave. E pa mundur. Ashtu? Urdhoni. Këtë se ka menduar kur. I bardhi. Mbreti G1, dama E2, fili B2, kali D1, iziu e pabesueshme. Mund t'ju them edhe një tjetër që duhet ta besoni? Urdhëroni. Sido që të luani, nuk keni rrugdalje. Jeni humbur. Ndoshta. Fillojmë? Le ta vazhdojmë lojën pa fush. Marr mbjelljen mbretëresh.
Ushtari në E2 dhe sha me zbulim. Mbulohej me kal në F2. Dal dam me sha në F1. E marr damën me mbret në F1. Marr kalin në F2 dhe së shpejti mat. Të të bëhesh shaisti mirë, duhet tash edhe akullore, edhe çokoladë, apo jo Shokukovi? Po, babi dhe mami ku janë? Do të vim pak më vonë. E po mirë. Xhexhikopi, babi nesër niset jashtë shtetit në një konferencë të madhe. Oh, shumë mirë. Hajde me xhaxhin blej një akullore. Hajde. Urdhroni. Shokuilo, urdhroni dhe librin tuaj të shahut. Unë dëshiroj që ky libër të jetë edhe juaj. Ja dhuroj bibliotekës. Ju faleminderit. Ju lutem. Ju faleminderit. Një kafe mjeshtrit. Ja dhe Sazani. Tunja tjetër. Si jeni? Mirë. Urdhroni. Si u shkoi simultane? Një gjë mund t'ju them. Qyteti juaj vogël po rrit një talent të madh. Është shpejt akoma, jo është ende fëmijë vogël. Fëmijë, po një fëmijë mrekulli? Ti nuk e njeh Sazan, prandaj flet kështu. Është tepër interesante. Kam shumë dëshirë t'ju njoh me të. Rudina. Rudina. Papi, papi. Vajza juaj? Mati dytë.